Mi mbrama, mbi se keni ardhur, gëzuar festa, as festa jonë, po festa të gjithë, sepse Shem Francesku është një territori përbashkët, nuk ka kufizua brenda vetën Kishë Katolike, është diçka universale, edhe për mesazhin veçantë që tregon për një vllazëri që te kalon për masat normale, si do të dëgjojnë edhe në bisedet që kemi sonte. Ju falenderoj shumë që keni pranuar kjo ftesë, që është një qëllim veçantë për me krijuar një dialog që fatikisht ka lindur në mënyrë shumë miksore rreth tavolinët e shoqata biblike me Altini, me tjetër shoqet e shokët që kemi atje, duke bashkëndar një pasuri shpirtërore që ka themele në Ungjillin e Shenjtë. Të arsye besoj se na merr të gjithë. Për të arsye kemi nuk ka tamam një takim ekumenik, de facto është ekumenik, pse kemi edhe disa nga Kisha Ortodokse, disa nga komunitete ungjillore, disa katolike, disa nuk e din ndoshta nuk janë besimtar fare, por të gjithë jemi në një mbledhje njerëzore në të cili bashkandajnë çka na duke të marrëqueshën në shpirtin ton. Është edhe një nevojë që kemi pasur për me organizuar diçka të tillë, pse kemi filluar dije me një moment tipike liturgjike, pse fillojnë pikërisht nga lavdin e Zotit çdo aktivitetin ton. Sot kemi vazhduar me momente ndryshme edhe me fëmijët e vegjël, sepse të vegjël i përket Mbretëria e Qejve, e atëherë kemi kushtuar një vëmendje veçantë për ta sot. Në orën 12 kemi pasur një takim tjetër me njerëzit që janë në botë e kulturës, sidomos e artit, për me komentuar cikli artistik të vitrazheve që kemi përorua sot, vitrazhe që ilustron në mënyrë artistike mesazhin e Shem Francesku nëpërmjet kantiku i Vlaudielit. Të arsye e kemi gjelu sot si një takim, si rast më i mirë për me ba diçka të tillë. Në këtë vit ju kujtoj është edhe 8 shekuj që Francesku e ka kompozuar. Një vit përpara vdekjes së tij e ka kompozuar ky kantiku i Vlaudielit, që për ne italianet është diçka shumë familjare, pse kur ne shkojmë në shkollë, fillojmë me studiuar letërsia italiane nga Shem Francesku, kjo është kompozimi i parë e letërsi italiane, do të thënë kalimi nga latinistja në gjuha vulgare italiane e shekulli 12-13 ashtu. Për këtë arsye, por këtu në Shqipëri nuk ka që shumë i njohur, se është normal që është ashtu, kemi dëshuar me promovuar në drejtime të ndryshme ky mesazhin që në këtë vit kremtohen në shumë vende botës, si diçka rëndësishme, sidomos në ambientet tona franceskane, po jo vetëm. Për të arsye besojnë se ka vlerë, sepse ne të gjithë jemi shumë përkushtuar në leximi, në lutje, në meditimi e në studimi i shkrimit të shenjtë. Por këtu kemi shkrimi i shenjtë që ban poezi. Do të thënë, është shkrimi i shenjtë që është kaq shumë asimiluar që dal jashtë një formë e re, një formë artistike, por gjithmonë atje janë rrenjë. Ata që kanë familiaritet me Biblën nuk kanë vështirë për me njohur frymëzimi nga Psalmi 148 për shembull, ose nga kënga të tri fëmijët në furrë. Kjo këngë Ananis, këngë që vazhdon të 3 fëmijëve, që ne kemi edhe në liturgji normalistë, e që është në rrenjë e shpirti që ka këngu i Shem Franceskut. Më vonë do ta thajnë 2 fjalë shkurtë për me fokusuar disa pika, por tani fillojmë duke dëgjuar në përthimi shqip, në zonë mondi, ky këngë që keni edhe në librin i vogël, jo i madh, po e ka edhe atje brenda, por ka edhe dikush tjetër, atje në kush nuk ka, mrapa, është teksti,
në fundin, në kupertinën e fundit, teksti që është në bazë e takimi që kemi sot. Ecco. Mirë. Kantiku i vlla diellit. I Tejet larti, i gjithë pushtetshëm, Zoti mirë. Të tuat janë lavdet, nderi e lavdia e çdo bekim. Vetëm ty, i Tejet lart, të kanë hije, dhe asnjëri nuk është i denjë të përmend. Qofsh lëvduar, Zoti im, me të gjitha krijesat e tua, veçanërisht për Zotin tim vlla diellin, i cili është i shëndritshëm, nëpërmjet tij na ndriçon. Ai është i bukur dhe rrezullues me shkëlqim të madh. Shëmbëllimi yt është, o i Tejet lart. Qofsh lëvduar, Zoti im, për motrën hënë dhe yjet, në qiell i ke krijuar të qarta dhe të çmueshme e të bukura. Qofsh lëvduar, Zoti im, për motrën erë dhe për motin e vrentur dhe të kthjellët e për çdo stinë, nëpërmjet të cilave për krah krijesat e tua. Qofsh lëvduar, Zoti im, për vlla ujin, i cili është fort i dobishëm, i përvojtur dhe i çmueshëm e i lirë. Qofsh lëvduar, Zoti im, për vlla zjarrin, përmes të cilit ndriçon për ne natën. Ai është i bukur dhe i hareshëm, i fortë e i fuqishëm. Qofsh lëvduar, Zoti im, për motrën tonë tokën nën, e cila na ushqen dhe na mban, dhe prodhon çdo lloj fryti me lule dhe barëra shumë ngjyrshe. Qofsh lëvduar, Zoti im, për ata që falin për dashurinë tënde dhe durojnë sëmundje dhe mundime. Lum ata që do të durojnë në paqe, sepse prej teje, o i Tejet lart, do të kurorzohen. Qofsh lëvduar, Zoti im, për motrën tonë vdekjen trupore, nga cila askush nga të gjallët nuk mund të shpëtoj. Vaj për ata që do të vdesin në mëkat mortar. Lum ata që do t'i gjej në vullnetin tënd të shenjtë, sepse vdekja e përjetshme nuk do t'i cenoj. Lavdërojeni dhe bekojeni Zotin tim e falenderojeni e shërbeni e tij me përvojtëri të thellë. Atë pak fjalë për me inkuadruar kantiku në eksperiencë njerëzore edhe shpirtërore e Shën Franceskut. Në ranën e parë është një këngë epikuris, do me thënë një vit para vdekje, që plotësohet akoma me strofa e fundi që as mbi vdekja, disa javë ose ditë pak a shumë para vdekjes e tij. Do me thënë se kemi një eksperiencë tamam krister deri në fund. Krister sepse është pasvore, sepse jemi duke balafaquar misteri e vdekjes që kalon në jetën e plot, në një vizion krejtësisht drejtuar nga ringjallja e Krishtit. Për të arsye është një mesazh krejt karigmatik, që lind jo nga një moment ashtu meditimi, nuk e di, hareshme, ashtu, por në sëmundje plotë e në vështirësi fizike, në momentin e kryqit tamam, gjeneron një himni të tillë që është vërtet diçka se duke që vjen nga Shpirti Shenjtë, diçka që nuk është falso ose ndërtuar, është diçka tamam që është rinjosur në mënyrë ekzistenciale në ndjenjat dhe përjetimet më të thellë e jetës njerëzore. Askush e tregon falso para vdekje. Nuk ka asgjë tjetër. Tu kemi një mesazh që as plot me shpresë që ndriçon edhe vdekja si moment përfunditar. Por edhe vdekja, insistoj, kjo është novitet, pse për çka e di unë,
nuk kujtojnë shumë paralelet poetike, në të cili këndohet vdekja si motër. Motra e çuditshëm, patjetër, po motër. E motër për një arsye, sepse për Francesku nuk është mbarimi i jetës ose dalja nga jeta, por për Francesku vdekja është pjesa e jetës. Për një krishter tu është, pse kryqi nuk është diçka që është përjashtuar nga eksperiencë, po as brenda. Për të arsye është jeta. Vdekja është pjesa e jetës. E si pjesa e jetës është një shoqëruese e dashur që ta çon në jeta e vërtet, në jeta plot. Kjo është shpirti në të cili ai rishikon plotësisht shumë gjëra. Por jo vetëm, kjo është vetëm pjesa përfunditare që takon momentin e vdekjes, sepse sot 4 tetor ne kujtojnë kalimin e Francesku prej kësaj bote. Se liturgjia kremton dita e vdekjes, jo dita e lindjes e njeriu. Në liturgjinë e kremtoi zakonisht dita e vdekjes, sepse është kalimi në jetën e vërtet. Diçka që më duket shumë rëndësishme është edhe me shikuar si ne kemi një këngë për bukuri e natyres në aspektet të ndryshme, po një njeriu që në atë moment ishte verber, pse masa që erdhi nga tokën e shenjtë ka qenë infektuar në sytë, ka pësuar shumë, ka qenë kuruar shumë keq nga mjeket e asaj kokës me ekurat të shkuqur, në mënyrë që ai nuk ishte mundësi as për me pa drita e diellit e ditës, as zjarri natës, e gjithmonë kishte një kapuçë deri këtu për me mbrojtur syt. Ata në këtë verbëri, në këtë errësirë dal jashtë një punë të tillë, dakord. Asë një moment në të cili ai jeton në San Damiano, në Assisi, afër manastiri Shën Chiares, në një kazol afër, se ai nuk shkonte brenda, po atë afër në një kazol, në afërsinë e manastirit, e biografët na thonë se ishte përveç dhimbje fizike e jashtëzakonshme, në atë moment edhe mitë kishin torturuar natë e ditë duke penguar edhe e gjumi. Por në këtë moment ai mediton mbi realitetin e ndjen kaq fort përngjasimi në Krishtin kryq, mundimit e tij me mundimin e Krishtit, që në mëngjes shpërthejnë në këtë këngë plot me gëzim, sepse thotë kjo dhimbje nuk janë pa shpërblim. E shpërblim që unë imagjinoj as kaq e madh që çdo tortura për asnjë gjë. Është një formë martirizimi i shpirtit, në vërtet, në shpirtit të martirëve të shekujt të parë, që përqafojnë vërtet Krishtin e emër të ngjaljes së tij. Kjo drita e Pashkës ndriçon në çdo aspekt, por kemi një aspekt tjetër që unë dëshiroj që fokusoni. Tu këndohet, nëse keni dëgjuar, për krijesa, por jo çdo krijesë, nuk flitet për kafshat, nuk flitet fare. Vetëm për ata elementa që janë në bazë e jetës. Ai tregon që kishte një formim edhe kulturor bazilar, por e kishte. Do me thanë se ai këndon vepra e Zotit nëpërmjet veglat kryesore me të cilat ai ka ndërtuar krijimit. Do me thanë, si kemi ripolluar atje në kishë, toka, zjarr, ujë e erë, që formojnë kombinimi e të gjitha realitetet materiale. E thotë, qof lëduar o Zot për, që ka dy kuptimet. Për është për arsye të krijesave, se janë bukur, janë dobishëm për jetën tonë, pa ata ne nuk jetojmë, për të arsye ekziston një solidaritet reciproke, që quhet vllazëria, vllau, motra, për të arsye që ashtu, vllau, motër. E ka edhe një aspekt tjetër, se pikërisht nëpërmjet bukurinë e tyre, e realitetin e tyre, ne lavderojnë Zotin. Janë arsye e mjet lavderimi, me të cilin ne na drejtojnë Zotit. Për të arsye është diçka që lartëson vlera
të realitetet materiale, jo vetëm shpirtërore, ne kundërshtim plot me një moment veçantë që se ishin duke kaluar kristerizmi në atë momenti, me shekullit 12. Jemi plot me rryma katarizmi, si katarizmi, që është frymëzua nga manikeizmi me origjinë agnostike. Jemi plot, shumë lëvizje dhe popullore ishin shumë influencuar. Mirë, ky është kantiku i Shën Francesku në një ambientet e tillë dalja si manifest kundër Katarit. Kundër Katarit, sepse në momentin e të cilin ata gjykojnë realitetin material të botës, do të thënë krimi, si vepra e një hyj i keq, demiurgu, ai ezalton duke thënë jo, ai krijuesi që njoh unë nga zona fida, asta ai që ka ba mirë çdo gjë. Edhe mëkati i njeriut, kaq rëndësishme në historia e kaq tragjike në historia e shpëtimit, nuk ka forcë më tepër, sidomos mas Krishti, për me prishur çdo gjë në atë pikë se krijesat e botës janë një kundërshtim për shëntërimi. Përkundrazi, janë arsye e mjet shëntërimi. Për të arsye kemi rivlerësimi edhe realiteti trupor, realiteti fizik, ata bukurit që, edhe estetike që janë në botë, por që janë baza për një bukuri e një estetik tjetër shpirtërore më të lartë. Njeri nuk dal jashtë duke eliminuar e para, por duke rritur nga baza, nga poshtë, duke shkuar të lartë, na lartësojnë plotësisht për me vlerësua, jo duke anulluar katin e parë, për me shku në tjegurat me njerë. Dakor? E është një vizion shumë konkrete që karakterizon spiritualitet franceskane, për çka na përket neve, në të cili vlerësohen maksimalisht rruga e njerëzimit e Krishtit. Krishti që si njeriu i vërtet në mishjen e vetë na ka shpëtuar. Dakor? Për të edhe njerëzimi i tij duke me vlerësuar në mënyrë maksimale. Nuk ka vetëm momentin e cili ai transfigurohet plotësisht, por rruga për ne është me ndjekë Krishti në rrugën e kryqit, patjetër, ma kjo kryq është shenjë e dashurisë edhe dhurata vazhdueshme. Për të arsye është një rritje në mënyrë që është tamam hyjnore shpirtërore, çka është tamam njerëzore. Thirrja jo nuk as me qenë engjëj, po me qenë njerëz tamam. E sot, besoj se besazhin, sot, sidomos në situata që jemi duke jetuar, besoj nuk jemi verber, edhe ne kuptojnë se pyetja është, ku është njeriu? Njeriu ku je? Pse jemi duke pa e dëgjuar gjëra që janë pa dëgjueshëm, që nuk pa pranueshme në çdo fushë. Ku je njeriu, kjo është problem. Sepse ungjilli, përqafimi i Krishti, ta ban më shumë njeriu deri në fund, në mënyrë plot, integrale, integralizmi i njerëzimit. Kjo është dalja një jetë e krishtere vërtet. Për të arsye, kalimi nga jeta shpirtërore edhe një angazhim për situata në mënyrë ose në tjetër, si ban Francesku në këtë rast, është diçka dobishme për me realizuar një thirrje krishtere autentike. Për të arsye, Francesku në momentin e të cilin ai quhet vllau, motër, çdo realitet toksore të krijesave, nuk ka duke ba poezi e bukur. Atu që treguar një vlerë teologjik absolut, është një thirrje fuqishëm që ai lartëson duke refuzuar logjika e Kainit. Per mua, kjo këngë, ku quhet çdo realitet vllau motra, sidomos në një botë konfliktuale në çdo kënd që jemi duke përjetuar sot, me duket që është një thirrje, një bërtitje shpirtërore fuqishëm që duke me shkundur edhe ndërgjegjet tona, duke përgjigju Zoti që na ban pyetje,
ku as vlau hyt. E jo vetëm vlau njerëz, por që as vlau hyt si ujë, si erë, si toka, si e duke veprua me mjetësi, me këte koftin që unë të ka dorëzuar plot me bukuri, si na fletë Zanafila. A je duke kultivuar edhe ngritur, o je duke abuzuar me të? Kjo është pyetja për ne sot edhe për çka i përket marrëdhënie që kemi me mjetësin ton. Sepse shtëpia e përbashkët, as pjesa e jetës son. Nuk ka historia e shpëtimit, edhe nga ana teologjike, nëse nuk ekziston ma shtëpia e përbashkët në të cilin Zoti na ka vendosur. D'accordo? As pjesa. Me shpëtu edhe mjetësi, as me shpëtuar fatin e njeriut edhe misionin e tij në botë. Janë dy gjëra që janë lidhur. Do të them, se shpesh herë unë dëgjoj disa që na kundërshtojnë duke thënë, ju keni moda ekologjike, transformohemi dhe një las vlera shpirtërore tradicionale për me folu për ekologjinë e tjera që janë gjëra që janë gjëra teologjike. Zanafila na fletë për këtë gjërë në mënyrë shumë qartë. Jemi kopshtar, nuk jemi pronar. Për të arsye, logjika e Kainit në momenti në të cili Zoti e ban pyetje, është në logjika të mërshëm, ajo që dëgjojnë shpesh. Nuk e di. Pse? A mos jam unë rojtari i tim atë? Po, tamam je. Kjo është problem. Kjo është misioni që e duke dështua ose zmangur, nëse ti mendon që nuk e detyrë, që nuk të ketë me qenë indiferent për vendi ose situata që kalon vlaun tëndë. Pse, a mos jam unë rojtari vlaun tim, Francesku me këte kantiku te i kalon e shkarteron logjika i Kainit. Kjo është gjelja jonë. Me Kaini ose me Francesku. Është një sfidë shumë interesante që do të ballafaqojnë, besoj në fjalë që kemi. Shpresoj që nuk zgjasoj shumë, por me ka rekomanduar Altini për me inkuadruar për shembull një problematik tjetër që është brenda kantiku, ku fletë për ta fjalë që na flasim për pajtimi, për paqja që duke me ndartuar njëri tjetrin, përveç që është vetëm ekzekutimi e një ndër lumturit e Mateut, pa që të lumë ata që janë punëtorët e paqes, e Francesca merë shumë seriozisht në një ambjent konfliktual që ishte ambjenti në cili ka jetuar edhe ai. Ka mundësi për mba qindra shembuj, ban vetën dy. Një që është në fund e jetës e Franceskut, një konflikt që lindë mes i pari i qitetit, nuk është një princ, po është pse ka qenë organizata demokratike në mesjetë komunat italiane, kështë me zgjedhje, kështë mirë. Atëherë i pari i qitetë me i peshvi, i pari i komuniteti krishterë. Konflikt në maje. Një konflikt shumë e fortë, arsye nuk na tregojnë pse, ne dimë se Guido i dytë i peshvi i asaj kohe, si se njeriu me shumë nervat, spesh, njohim nga dokumentat e tjera, por Francesco si ashtë ndërhyrja e Franceskut. Lexoj pikërisht nga burime franceskane, nga një dëshmit. Po në atë periudhë, ndërsa Dërgjej i Semur, duke i pasë shkruar ma parë le bartë që ndohet lavdet, ndoli që i peshvi Asisit, që atëherë ishte në detyrë, e shkishteroi prijesin e qytetit. Ky, i tërbuar, për të marrë hak, urdhëroi të njoftohej kjo shpalje, që askush të mos i shiste asgjë i peshvit, dhe të mos blinte asgjë prej ti, lek Dugagjini. Ma keqe se Trump, kjo nuk është taksa. Deri aty
kishin ardhur ta urrenin njëri tjetrin. Shembull jeta krishter plot. Francesku i semur, siç ishte, ndjeu lëmshuri për ta. Sidomos interesante, pse lilet me çka kemi thënë përpara, sidomos pasi asnjë klerik apo shekular, do me thënë laik, nuk interesohej për t'i pajtuar e për të rivendosur harmonin mes tyre. Indiferenza. Kjo është me ka. Çka skandalizon Francesku? Nuk ka se ka konflikt me njerëz. Kjo është buka e përditshme e njeriut. Dakor? Por mënyrat në të cili krishterë veprojnë në rast të tillë, kjo në ban krishterë, jo mungesat e konfliktit, o mënyra në të cili jemi angazhuar. Atëherë, shkroj këtë strofë për të shtuar lavdeve. Qofë lëvduar Zoti im për ata që falin për dashurin tënde, jo për arsye tjetër, për dashurin tënde. Le durojnë se mundje le mundime. Lumë ata që do të durojnë në pace, sepse prej teje ojtet lartë do të kurrëzohen. Është një minutë tjetër për me folu lumturitë që janë në Mateu. Pastaj, thiri njeri prej shokëve le i tha, shko të pari qitetit, e thuaj në emrin tim, ishte njohur, që të vi në serin i peshnore, a i bashkë me parin e qytetit, le me të tjerë që ka mundësi të sjell me vete. Kur frati unisë, shenti u tha dy shokëve të tjerë, shkoni e kendoni kengen e vlla djelit para i peshvit, e të parit të qytetit, le të tjerëve që janë aty të pranishëm, kanë shpresë se Zoti do të baj të përvujta zemra e tyre, se problema është mungesa e përvujtënisë. Le ata do të pajtohen e do të kthehen të mitësia e parzemërsia e marrëpashme. E kështu të dy u përqafuan le puthe njëri tjetrin me shumë përzemërësisht dhe dashuri. Me thanë se u realizua pajtimi. Një rast tjetër, e mbaroj me njerë, ka një vlerë akoma ma fuqishëm. Një viti para, disa vitë për para kantiku, për me tregua se kantiku as fryte e jetës, jo fantazi ose vetëm frymëzim poetik. Francesku në 1218-90 e ka pranuar, po në logjikën e vetë, ftesa për me merr pjesë në kruzadën e me shku në tokën e shenjtë, do me thanë në Egjipti kanë filluar përplasje për me rifituar Jeruzalemi, si gjithmonë. Mirë, filon kruzada, i shkon me një shok tjetër, kalon në kampi krishter, atje ka shumë biseda, por kur ai tregon se ai ka vullnetin me shkuar jo me luftuar, jo me merë një shpatë, por dice, unë dua me taku me sultani, me full me te. Mëse, nëse unë predikoj unë gjiri, e i e pranon unë gjiri, kemi zgjiru problema, s'ka nevojt me ba, do me thanë, ndosta një fije naif, por kjo është shpirti ti, shumë fjestia unë gjirore, dakorde. A i shkon, tamam, të gjithë janë kundër, pengojnë, në funde, e ndërgojnë si njeriu që ishte një kufon që shkon në drejtime vdekjes, nuk ka shpresë, shkon një krister atje, do të sopetojnë me njëherë. Mirë, për kundrazi, a i paraqitet, unë dua me folu ashtu. Mirë, e kemi disa faqe që nga tregon në mënyrë të ndryshme kjo takim, që u realizuar detajt, nuk dim, biografet e ndërtojnë, dialoget e shtu. Por kemi edhe disa burime të muzulmanë që tregon për një djetari italian, ishte faktikisht, por krister, që kishte ardhur në kampin tonë e tjera. Kemi, nuk ka vetë legjenda, kemi disa piketa historike për këtë realitet. Do me thënë, ka një vlerë kaq veçantë. Do me thënë, se ai edhe përbal një ushtria musulmane, dakord, ai mendon se atje kemi njerëzve të cilë ka mundësi për me folur e për me realizuar diçka, duke ba një skembim shpirtërore. Unë të tregoj unë gjirin tim,
por nuk ka ndaluar se ai tregonte diçka tjetër. Në fakt, kur theke nga tokën e shenjtë, Francesku e merr disa elementa të që jemi sigurt që ka qenë frymzuar nga mënyra në të cili, për shembull, luten myslimanët. E ka transformuar në forma populore që ekziston akoma. Ne kemi kjo lutje që quhet Engjëli i Zotit, Angelus Domini, që bahet pikërisht në mëngjes, në agimin e diellit, në mesditë e në mbrëmje. Por ai ka qenë sigurisht frymzuar nga kjo mënyra e 5 lutje të ditë në atë momente, për shembull. Cioè ai ka qenë goditur nga shpirtëria sinqertë të njerëzve, edhe nëse janë mysliman. Do të thënë, ishte njeriu që kishte dhurata për me pa çka është mirë, çka është mirë. E me ndërtuar me këtë. E për këtë arsye, kjo shpirti i vllazërisë tregohet edhe ndaj ai që zyrtaria ka armiku më i madh, nuk ka as mangur dialogu as me të. Mirë, besoj se mbaroj, se e kemi edhe disa tjetër, me vjen keq nëse e kam tepruar. Faleminderit për dëgjimin. Është kënaqësi për mu me nda Jehonën që jeta edhe kantiku konkretisht ishën Francesco gjën në mësimin e kishës, në magjisterin e kishës, sidomos të 10 vjeçarëve të fundit. Disa gjëra mi mori Padre Flavio ashtu si kisha menduar. Në fakt për aty do të filloj, sepse ajo që më bën përshtypje që dua ta bashkëndaj me ju është pikërisht një drejt peshim shpirtëror që shfaqet, që Shën Francesco e ka jetu, edhe e ka shprehur edhe me kantikun. Krijohet një përshtypje në një shikim të shpejtë e jetëvëmendshëm se persona që janë të bashkuar në mënyrë të madhe të thellë me Zotin, në një farë mënyrë të përhir të atij bashkimi që kanë e përshmojnë realitetin e krijuar, materien, trupin, jetën seksuale, jetën martesore, gjëra që kanë ndodhur, faktikisht jeta e Shën Francesco, si e tha edhe Padre Flavio, nuk e shohim këtë aspekt. Përkundrazi. E është ky drejt peshim, në cilin, ose më mirë me thënë, është vepër e shpirtit të shenjtë, por është fryt edhe i pikurisë. Përmendi Padre Flavio pikurinë shpirtërore në cilin Francesco gjendej kur e ka shkruar kantikun. E ky drejt peshim shpirtëror është i rëndësishëm edhe kisha me magjisterin që drejton mësimin e kishës është përpjek me ba gjithmonë. Konkretisht, bëhet fjalë për një qëndrim të duhur të drejtë në raport me hyn, në raport me të mirët e krijuara. Normalisht nuk është një risi e viteve të fundit për me folë për çështjet ekologjike, sepse për krijimin është folë gjithmonë, ne gjejmë në faqet e para të Biblës, dhe në doktrinën e krishterë ka qenë një konstante e vazhdueshme, kryesisht tek përshpirtnia, ku na flitet për mënyrën e drejtë me cilën duhet të sillemi e raportohemi me realitetet e krijuara, me të mirat materiale. Po është një qëndrim që jo gjithmonë është ditë me u majt. Edhe Padre Flavio përmendi disa herezina, qëndrime të gabuara që gjatë kohës janë shfaq: gnosticizmi, manikeizmi, enkratizmi, marcionizmi, katarët në kontekstin edhe të jetës së Shën Franceskut, jansenizmi për disa aspekte, por edhe çësia fideiste, në një mënyrë apo në një tjetër mohojnë rëndësinë e materjes, të krijesës, të arsyes. Po këto ka probleme, sepse në çështja është edhe liria e personit. Domethënë, si pikë e parë është e rëndësishme që të shihet në mënyrën e duhur drejt peshimi shpirtëror, në marrëdhënie me hyn e marrëdhënie me krijesën. Gjatë kohës, kryesisht në gjatë iluminizmit, është artikuluar një akuzë sipas të cilës kisha jepet më shumë drejt gjërave shpirtërore, për shpëtimin e shpirtit, për jetën pas vdekjes dhe shmang jeton si e huaj në çështjet toksore.
Në mënyrë paradoksale, për të njëjtën çështje janë disa brenda të krishterëve që kanë akuzuar Papa Franceskun se vetë tepër pas çështjeve ekologjike e lën pas dore çështjet e shpirtit. Tani kisha duke e hetu këtë realitet, është shpreh në Koncilin e Vatikanit II, sidomos, po dhe herave tjera, pikërisht për të dhënë një përgjigje kësaj akuze. Dhe shprehet tek Gaudium et Spes në mënyrë të posaçme, kur thotë: gëzimet dhe shpresat, trishtimet dhe ankthet e njerëzve të sotëm, sidomos të varfërve dhe të gjithë atyre që vuajnë, janë gëzimet dhe shpresat, trishtimet dhe ankthet e nxënësve të Krishtit. Dhe nuk ka gjë për një mend njerëzore që nuk gjen jehon në zemrat e tyre. Dhe më thanë, gjithçka noll në jetën tonë toksore, që noll njerëzve të tjerë, nuk është indiferente për nxënësin e Krishtit. Dhe mëtej, po i njëjti dokument, tek numri 43, shprehet: detyrat e të krishterëve ndaj qytetit toksor dhe ndaj qytetit qiellor nuk janë të ndara. Ato ndriçohen në mënyrë të ndërsjellë. Për këtë arsye, gabojnë ata që, duke menduar se këtu nuk kemi qytet të qëndrueshëm, pandehin se mund t'i shpërfillin detyrat toksore. Kuptimin mblen vetëm jeta përtejshme, adhurimi, kulti e kështu, edhe lanë pas dore angazhimet në jetën e përditshme sociale. Nuk janë me të mençur ata që, duke parë me tepër përkushtim qytetin toksor, mendojnë se mund t'i shpërfillin detyrat ndaj atij qiellor. Pra, nga një anë gabojnë ato që jepen shumë, pas edhe harrojnë piksynimin e fundit, nga ana tjetër ata që mendojnë se për të bashkuar me hyn mund ta shpërfillish realitetin e përditshëm, realitetin e krijuar. Janë të dy qëndrimet e gabuar. Njëri duket sikur është më i përshpirtshëm, më i pranueshëm, se po dhe shumë me shpirt pas Zotit, sprish punë se i lën pas dore disa angazhime tjera, por fakt është një lloj gabum. Dhe kur këto dy elemente nuk paraqiten në mënyrë harmonike, gjithmonë përcjellim një krishterim të stunuar. E keni parasysh instrumentet muzikore që janë me tela, nëse ato nuk akordohen në mënyrën e duhur, o është të ngon shumë, ose e lën lirë, ai instrument përcjell një melodi që nuk durohet. E nga njëherë, kur është përcjell një krishterim që o ka shtrënguar shumë një anin tel, Zoti, ose telin tjetër, gjithmonë është ka një melodi e padurueshme. Njerëzit nga njëherë pse e kanë kuptuar gabim edhe janë largu nga krishterimi. Në numrin 34, mesazhi i krishterë, thot Gaudium et Spes 1, jo vetëm që nuk i shkëput njerëzit prej detyres për të ndërtuar botën, dhe nuk i nxit për të mos u interesuar për të mirën e njerëzve të tjerë, të tyre, por edhe i angazhon në gjithë këtë me një dytërim edhe me shtytës. Përse i citoj këto pohimet e Vatikanit të dytë? Sepse është në këtë qëndrim të koelibruar, në këtë drejtë përshim që të vend, ose të vend në mënyrë të duhur edhe çështjet ekologjike. Lexoj gjithnjë nga Gaudium et Spes, në këtë radhë numrin 39, kur thotë: pritja e një toke të re nuk duhet ta dobësoj, por duhet ta nxjisë kujdesin në punën për tokën e tashme. Kur rritet ai trupi njerëzimit të ri që tashmë arrin të jap një farë hershimi që zbukuron botën e re. Pra ka një dinamik të ndërsjellë ndërmjet kujdesit për tokën dhe kujdesit për qëllimin e fundit të ekzistencës. Është një dinamik. Madje Shën Pietri kujton se edhe ardha e dytë e Krishtit nuk është një datë që Zoti e ka caktuar ashtu në mënyrë definitive dhe ashtu është nuk do ndryshojë. Ai te kapitulli i 3, letra e 2, mos gabohem, thot se me jetën tuaj të përshpirtshme ju e prisni, por edhe e përshpejtoni ardhin e Krishtit. Në kuptimin që angazhimi ynë në këtë histori nuk është indiferent as ndaj ardhjes së dytë në lavditë të Jezusit. Por çka duhet të vërejmë diçka tjetër që është gjithë një pjesë e këtij drejtpërshimi shpirtëror. Prandaj, megjithse duhet të bëhet një dallim i kujdesshëm mes përparimit toksor dhe zhvillimit të mbretërisë së Krishtit, ky përparim në masën me të cilën mund të ndihmojë për ta organizuar më mirë shoqërinë njerëzore, ka rëndësi të madhe për mbretërinë e hyjtë.
Pa ka rëndësi përparimit toksor, por nga ana tjetër nuk mund bëjmë një identifikim ndërmjet përparimit toksor dhe zhvillimit të mretërisë së hyjtë, sepse jo çdo lloj progresi përkon e është në frymin e zhvillimit të rritjes së mretërisë së hyjtë. Është një instancë kjo që në mënyrë të ndryshme në magjisterin e papëve rimerret. Ne sot jemi në kontekstin e zhvillimit të inteligjencës artificiale, të zhvillimit të inxhinierisë gjenetike, të transhumanizmit, ku janë, si më thanë ata, arritjet më të mëdha, por e shohim se jo gjithmonë këto respektojnë atë kufirin etik, dhe kur nuk respektohet një kufir etik i tillë, atëherë zhvillimi, përparimi kthehet në dëm të vetë njeriut, edhe bëhet vetë njeriu skllav i veprës së duarve të tij. Për këtë arsye, dy elementet që janë të rëndësishme, drejtpeshimi ndërmjet në një marrëdhënie të drejtë me hyjnë e me realitetin e përditshëm, me realitetin e krijuar, dhe mos identifikimi me doamos ndërmjet përparimit toksor dhe zhvillimit të mretërisë së hyjtë. Kthehemi tani ose vim tek magjisteri i shekullit të 20 në lidhje me çështjet e ngrohjes globale, çështjet klimatike të mjedisit. E mendoj se vetëm duke pas parasysh ato që thash më përpara, edhe qasja ndaj këtyre tematikave është e duhura. Faktikisht, nuk është se është njërisi në kuptimin më të plot të fjalës, çështja interesi që kisha ka treguar këto kohë të fundit për çështjet ekologjike. Sepse, siç e thash, gjatë gjithë jetës së saj është kujdesur që të jetë një raport i drejtë me realitetin e krijuar. Por, është artikuluar me terma të veçantë, që nuk janë thënë më përpara, e këtë shohim veçanërisht për shembull edhe tek dokumentet që ka shkruar Papa Francesku. Unë po i përmend disa pika të shkurta. Që me Piun e 12 dhe me Gjonin 23 nuk flitet drejt për çështjen ekologjike, por trajtojnë çështje të drejtësisë ndërkombëtare, paqes dhe rrezikut bërthamor të lidhur me kujdesin për jetën në tokë. Koncili i dytë i Vatikanit, kryesisht i Gaudium et Spes, përmend përgjegjësinë e njeriut ndaj ambientit dhe përdorimin e pasurive natyrore në shërbim të gjithë njerëzve. Shën Pali i 6, në vitin 1971 tek 80 Adveniens, përdor për herë të parë gjuhën që ngjan me atë që sot e quajmë ekologji, duke paralajmëruar për pasojat e shfrytëzimit të pakontrolluar. Shën Gjon Pali i dytë flet për krizën ekologjike si pasojë e një antropocentrizmi të çeruditur dhe përdor termin ekologji njerëzore që do ta marrë edhe Benedikti i 16, duke thënë se, duke e pasuruar normalisht, duke thënë se nuk ekziston faktikisht një libër i natyrës dhe një libër i qenies njerëzore. Libri i natyrës është një dhe i pandashëm, si në aspektin e mjedisit, ashtu dhe në atë të jetës, të seksualitetit, të martesës, të familjes, të marrëdhënieve shoqërore, me një fjalë të zhvillimit njerëzor integral. Për Papa Benediktin normalisht krizat në lidhje me çështjen klimatike janë një shpërfaqe e krizës etike që jetohet në zemrat, në brendësinë e njerëzve. Papa Francesku, sidomos tek Laudato Si e vitit 2015, thotë vendos në qendër në mënyrë të posaçme si asnjë tjetër çështjen e kujdesit për shtëpinë e përbashkët. Nëse shohim magjisterin e Papa Franceskut, vërejmë disa terme, tokfjalsha që janë tipik të tij. Edhe duke i përmend kalimthi e kuptojmë edhe atë që është mësimi i tij në lidhje me çështjen ekologjike. Shtëpia e përbashkët, term i përsëritur më ngulm që e sheh tokën si një hapësirë familjare e përkujdesjes dhe jo thjesht një ambient, që ka një rezonancë teologjike dhe biblike dhe një ngarkesë praktike. Lidhja mes urdhrit të dashurisë dhe kujdesit për shtëpinë e përbashkët, që janë shumë e rëndësishme. Siç e thash në fillim, edhe Papa Francesku t'ia bën një akuzë sikur ai jepej shumë pas çështjeve ekologjike, duke lënë pas dore çështje shpirtërore. Në fakt nuk ekziston një ndarje e tillë. Sepse në urdhrin e dashurisë për hyn e për të afërmin, çështja e mjedisit, çështjet ekologjike janë aty brenda. Nuk mund ta shohësh si diçka sporadike, si një aksidencë, është aty thelbësore. Mënyra me të cilën ti raportohesh me mjedisin tregon
se sa ti e don të afërmin tënd. E kjo tregon se sa ti e don hyn. Prandaj thot tek Laudato si nominato 2, unë e kam sjellë ashtu sa është i bukur, thot kur zemra është me të vërtetë e hapur ndonjë bashkimi universal, asgjë dhe askush nuk është i përjashtuar nga kjo vllazëri. Si rrjedhoi është e vërtetë, edhe se mos përfidhja, por mizuria ndaj krijesave të tjera të kësaj bote arrin gjithmonë të zhvendosen në ndonjë mënyrë në tratimin që u rezervojnë qenieve të tjera njerëzore. Zemra është një e vetme dhe i njëjti merim që bën të kesh trajtohet një kafsh nuk vonon të shfaqet në marrëdhënien me personat. Pra, mizuria, keq trajtimi që ti i bën natyrës në një moment do shfaqet edhe tek njeriu. Edhe për të shprehur këtë, ai shërbehet me këtë konceptin e unitetit personal, që ku thot, zemra është një vetme. Nuk ekziston në këtë zemër të vetme një marrëdhënie e mirë me hyn, por jo fort e mirë me njerëzit. Një marrëdhënie e mirë me njerëzit, por jo fort e mirë me natyrën. Njeriu ka një mirësi morale. O e shpreh me të gjithë, ose se ka më askënd. Në sajt e unitetit personal, në sajt saj zemre që është e vetme, thot Papa. Kështu që, ose dhe o e adhuron Zotin në plotësi, duke e dashur të afërmin edhe duke kujdes, ashtu si Zoti thotë për natyrën. E në një mënyrë një tjetër, ajo shfaqet. Ekologjia integrale, një nga risitë më të dallueshme, nuk ka të bëjë vetëm me ambientin fizik, por lidh ngushtësisht njeriu, shoqërinë, kulturën, shpirtin dhe krijimin. Duke nisë për saj, merr kuptim edhe ajo që thot Papa disa herë, gjithçka është ndërlidhur. Në kontekstin e ekologjisë, sot gjithçka është ndërlidhur. Për këtë arsye, paqja dhe drejtësia dhe mbrojtja e botës së krijuar janë tri çështje krejtësisht të lidhura, që nuk mund të ndahen në mënyrë veçmas, por duhet të trajtohen në mënyrë të përbashkët, të ndërthurur. Borxhi ekologjik. Në Laudato si numër 51, vendet e pasura, thekson Papa, i kanë një borxh moral, edhe ekologjik vendeve të varfra, ka theksuar tek mesazhi i paqes që e ka dhënë në 2025. Rregullisht përmendet borxhi që vendet në zhvillim apo vendet e treta u kanë borxhin nuk e vendeve të zhvilluara. Por në fakt anashkalohet ose mbulohet me dashje e dëmet ekologjike, borxhi ekologjik që vendet e pasura ju shkaktojnë vendeve të varfra. Theksi mbi energjinë e rinovueshme që ka theksu veçanërisht tek Laudate Deum, që është nxitja apostolike e fundit që ka bërë në 2023. Kundër tjera, Papa thekson rëndësinë e energjisë e rinovueshme. E këtu gjej një përkim shumë të madh ndërmjet kantikut dhe energjisë e rinovueshme. Ne dimë se energjia e rinovueshme përftohet kryesisht prej diellit, prej erës, prej ujit, është energjia geotermale nga toka, pra edhe biomasa. Kur Shën Francesco thot, vlla dielli, motër hëna, vlla uji, është, si më thanë, një qasje profetike, sepse për këtyre elementeve ne mund të nxjerrim një gjë të mirë, sepse ju e dini se sa e rrezikshme ose çfarë përsërish ka sot energjia që prodhohet nëpërmjet djegjes së fosileve. Multilateralizëm i ri, thot Papa Francesco, nuk mund të zgjidhet çështja e krizës klimatike përveç se në një angazhim të përbashkët kur të gjitha pjesët merren vesh. Në këtë kontekst gjen një vlerë dhe gjitha takimet e COP, domethënë bashkëpunimet të palëve që bëhen çdo vit. Faktikisht Papa Francesco e përgëzon si nisëm, por mbetet i zhgënjur nga rezultatet që janë rritë, sepse vetë shtetet që pranojnë marrëveshjet nuk u qëndrojnë besnikisht deri në fund. Konvertimi ekologjik. Domethënë përballë krizës që ne po përjetojmë e që tani janë rezultatet pakthyeshme, paktën disa, nevojitet në mënyrë urgjente një konvertim, një kthim ekologjik që është një kthim shpirtëror. Edhe në gjëra konkrete. Për të dhënë një përgjigje, por shumë në mënyrë të përmbledhur, on këtij kthimi që propozon e që kërkon Papa,
unë I kam dhënë një çështje pneumatologjike, domethënë të shpirtit shejt, sepse nëse jemi bitë hyjt, duhet të jetojmë në ndikimin e shpirtit shejt, sepse përndryshe nuk I përmbushim angazhimet tona si besimtar. E kam marrë atë që është një konstantë në tretimin e 7 dhuratave të shpirtit shejt, por duke integruar elementet që kanë të bëjnë me çështjet ekologjike. Urtia, për ata që kanë bërë katekizëm I këto terme, këto dhurata I kanë të qarta. Urtia është dhurata që e bën njeriu të sudis realitetin me sytë e hyjt. Dhurata e urtisë përfton në shpirtin e njeriu një bashkë natyrshmëri me hyjin. Dhe nga kjo bashkë natyrshmëri, njeriu shijon realitetin dhe e gjykon realitetin me sytë e hyjt. Ajo I jep një shikim suditës krijimit, duke e parë si ikonë të dashurisë së hyjt, dhe jo thjesht si mall për konsum. Pra, realitetin e krijimit të ndihmon me sudit. Është një dimension që kemi nevojë absolutisht me rikuperu. Laudato Deum nis me një citim të marrë nga Mateo 6:28, ku thot, veshtroni si rriten lilet e fushës. Fakt nuk thot, shikoni blepete, ose orate, po katamathete, kuptimin, shikoni me vëmendje, e mësoni për gjërave që I shihni, shikoni në një mënyrë tërësore, të plot. Ky shikim për fat keq nga vrulli I jetës së përditshme apo nga interese jo të ndershme mungon. Dia, si një ndër dhuratat ku na bën një dallim të qartë ndërmjet se kush është krijuesi dhe çfarë është krijesa, duke pa krijuesin si qëllim të fundit, por edhe krijesën e mirësinë e saj. Pa të shkenca përdoret për dominim dhe shfrytëzim. Me të, shkenca vendoset në shërbim të jetës, duke kërkuar zgjidhje që mbrojnë natyrën dhe njeriu. Kriza klimatike është paradoks I kohës sonë. Kemi një dije teknike të pashembull, por shpesh pa orientim shpirtëror. Është shaj si mungon dhurata e dijes. Kuptimi intus ligere, do të thotë me pa në thellësi të realitetit. Kuptimi është aftësia për të dëpërtuar në misterin e krijimit, për të parë lidhjet e fshehta të gjithçkaje. Si thoshte Papa, gjithçka është ndërlidhur. Shpëllëzimi lidhet në ciklin e ujrave. Kjo ndikon në ushqimin ndikon në varfëri. Domethënë gjithçka është ndërlidhur dhe dhurata e kuptimit na bën të futemi e të shohim gjërat në thellësinë e tyre, ndë elementet ku ndërlidhen. Me kuptim, pa kuptim nuk shohim pasojat afatgjate të veprimeve tona. Këshilla na jep urti praktike për të bërë zgjedhje të drejta në situata të vështira. Ajo është zëri që ndihmon ndërgjegjen të mos bie prej e interesit të shpejt. Pa atë sundon logjika e përfitimit të menjëhershëm. Me këshillën e shpirtit shejt, vendimet orientohen drejt së mirës së përbashkët, që është një koncept që në Shqipëri është I rënuar prej komunizmit. Në fakt, edhe në vendet e tjera, po sidomos vim prej një të kalume që e ka rënuar konceptin e të mirës së përbashkët, sepse është pompu shumë e mirë përbashkët, të mirë përbashkët, e njerëzit s'kan pas me hangër bukë. Me sot, kur shohim të mirën e përbashkët, të shohim si një mod për me glabëru, se ju ka ardhur haku gjithmonë, pse I ka lënë pa. Këshilla ne jep urti praktike për të bërë zgjedhje të drejta e thashkët. Forca është trimëria për të vepruar ndryshe, për të mbrojtur të mirën e përbashkët edhe kundër rrymës. Pa atë, njeriu dorëzohet në apati ose frikë. Me të, me forcën e shpirtit, ai ka guxim të ngrejë zërin, të ndryshojë mënyrën e jetesës, stilin e jetesës për cilin flet Papa, të kërkojë politika më të drejta. Kriza klimatike kërkon pikërisht këtë dhuratë, guximin për të thënë jo ndaj modeleve të padrejta ekonomike shoqërore. Frika e hyjt. Frika e shejt nuk është terror, por respekt I thellë ndaj hyjt dhe kufive të vendosur për tij. Shën Francesco e ka pranuar në mënyrë paçore vdekjen. Ne po bëjmë çmosin për ta zgjat jetën dhe për të kërkuar pavdekshmëri. Pse është një vështirësi për të pranuar kufit e njeriut si njeri. Kriza klimatike është frut I arrogancës së njeriut që harron kufit dhe ligjet e vendosura në krim. Për shpirtëria fundit, e mbyllit,
Është për shpirtëria, por devotshmëria varet si përkthejnë, është ndjesia e birësisë ndaj hyjt dhe e vëllazërisë ndaj krijesave. Nëse ne e adhurojmë hyjin si atë, pra jo vetëm si krijues, rrjedhimisht ne duhet i shohim të gjithë njerëzit e tjerë si vëllezër. E nëse i shohim të tjerë si vëllezër, atëherë hapësirën të cilën e banojmë duhet ta shohim si shtëpinë e përbashkët. E është paradoksale kur duke qenë se mungon pikërisht ky vështrim i shpirtit, e plaçkisim shtëpinë e përbashkët dhe vjen sigurisht i plaçkit shtëpinë tënde. Pa atë mbizetron egoizmi dhe indiferenca, me të lind respekti për krijesat, për të varfrit, për brezët e ardhshëm. Kriza klimatike është pasojë e mungesës së përshpirtërisë, që e bën njeriu të jetojë sikur gjithçka i përket vetëm atij dhe nuk e shef shtëpinë e përbashkët si shtëpinë që Zoti ja ka përgatitur njerëzve si dhuratë për të jetuar, për të realizuar si njerëz edhe për të arritur pikë synimit të fundit që është bashkimi me hyjin. Faleminderit nëse zgjata ndjes. Unë nuk do marr referat, kështu që jem kështu. Mirë, unë jam Gasper Gjeluci, bashkëpunëtor i Padre Flavios. Dëgjojmë po. Edhe ju falenderoj edhe nga ana ime që jemi gjithsot bashkë këtu me da këtë moment. Kur po e përgatishim këtë takim bashkë me Padre Flavion Maltin, me Zefianin, ishte pikërisht këndami, kuptimin që mesazhi që na jep jeta e Shën Franceskut, vepra e tij përmes kantikut, pastaj momenti që shpjegoi Monti se si kjo është marrë më vonë nga Kisha Katolike dhe është përkthyer në material, në dokumentet e tij, por që një ndër elementet që diskutuam është si vjen kjo sot, pra si përkthehet kjo në realitetin shqiptar sot. Ne jemi gjithë aktivistë në fusha të ndryshme, jemi gjithë, le të themi, të angazhuar. Edhe ne menduam që a është ky një moment i mirë për të ndalë me reflektu se në çfarë rrugët kena marrë. Duke dëgjuar, ne dëgjuam shumë mesazhe, mendoj që nuk kanë nevojë më përsërit, pra për sa i përket përgjegjësisë që na kena ndaj njëri tjetrit, marrëdhënies që kena jo vetëm me një tjetrin, por edhe me krijesat siç u përmendën. Edhe se si vinë ata sot, pra një moment reflektimit. Sigurisht kjo pjesë e këtij takimit është më tepër që më fol jon, siç u thash, edhe më nda pak, le të themi, një reflektim. Çfarë gjëja po është që ju vjen mend, pra u diskutuan shumë gjëra si çfarë ju vjen mend një reagim i parë. Edhe e dyta që ndoshta është mirë mu diskutu sot, është pjesa, ne shohim nga jeta e Shën Franceskut që ai nuk është se thjesht ka net, ka shkru, po është angazhu. Dhe Padre Flavio e përmendi duke sjell në atë kontekst para 800 vjetëve këta konfliktet që kanë ndodhur në atë kohë, që i shohim edhe sot, patjetër, nuk janë ndoshta në format të ndryshme, vende të ndryshme, por ata ekzistojnë. Pra, kuptimin edhe kjo pjesa e angazhimit lidhet edhe me rolin tonë. Pra, si antar të këtij komunitetit, si të krishterë, me vlera me të forta të përbashkëta. Pra, si e shohim këtë si një formë angazhimit tonë. Kështu që unë do nalem këtu, do ftoja gjithsecilin prej jush të themi të ndante me ne, si shpërmenda një lloj reflektimi se si vjen vepra, jeta e tij në realitetin sot, pra një mendim, kjo është ndoshta një pjesë për me hap diskutimin, kështu që ju ftoj me ani fjalën. Nuk e di a ka një mikrofon që mund të shkojnë apo vetëm kë. Që se Gasperi përmendi emrin, po thy akullin. Thjesht dua që të
flas pak për rëndësinë e kantikut të Vlla Diellit. 800 vjet pasi është kompozuar. Edhe unë mendoj që kur e lexon, menjëherë mendon se po lexon gati po lexon shkrimin e shenjtë. U përmend nga Padre Flavio ngjashmëria me Psalmin 148, ngjashmëria me këngën e 3 djalmoshave tek Danieli, dhe gjëja e parë që dua që të shoh për veten time është në këtë botë, në këtë kohë kur jemi kaq ngarkuar, apo i kushtojmë rëndësinë e duhur asaj që është shpirtërorja. Sepse kantiku i Vlla Diellit për mua ka vlerë sot në kontekstin e 3 marrëdhënieve. Së pari për marrëdhënien me shpirtëroren. Ai kaq shumë e njeh shkrimin e shenjtë, ai kaq shumë ka medituar edhe ka jetuar në shkrimin e shenjtë, ai kaq shumë është fokusuar tek zbulesa e përgjithshme në univers, në krijesën e Zotit, por edhe në zbulesën e veçantë në shkrimin e shenjtë të Bibël, saqë në kushte shumë të mirueshme, i smur, i përvuajtur, duke parë gjithë problemet që po kalonte bota e tij, ai shpërthen në lavdrim. Edhe ai këndon një këngë lavdrimi për Zotin. A jemi ne duke marrë kohën e duhur që të lidhemi me shpirtëroren? Është shumë e lehtë që të jemi shumë të angazhuar në aktivizëm, me shumë gjëra të tjera, dhe mos fillojmë nga fillimi. Në fillim hyu, në fillim Zoti. Vlera e dytë për mua e kantikut të Vlla Diellit sot është në kontekstin e marrëdhënies me natyroren. Kantiku përqendrohet në këto 4 elementet bazë që gjithë filozofia deri atëherë dhe më vonë i shesit të nevojshme për jetën, ajri, toka, zjarri dhe uji. Edhe Shën Francesku thotë se këto lavdrojnë të tejet lartin, lavdrojnë Zotin. Mirë po, ai vlerëson gjithashtu, edhe i lavdron gjithashtu këto element. Kështu që marrëdhënia jonë me natyroren, ose ajo që në termë bashkëkohor quhet ambientalizmi, është diçka që ne nuk duhet ta lëmë pasdore. 800 vjet më përpara ai bën thirrje që ne të mos bëjmë një ndarje kaq dramatike ndërmjet asaj që është frymore, shpirtërore dhe asaj që është lëndore, materiale. Zoti që është i mirë ka kriju vetëm të mira dhe gjithçka që ai ka kriju është e mirë. Dhe në kontekstin e vlera për sot është në kontekstin e marrëdhënies me njerëzoren. Pra, për mua 3 marrëdhënie janë kryesore këtu: marrëdhënia me shpirtëroren, me Zotin, marrëdhënia me materialen, me gjithë krijesën, dhe marrëdhënia me njerëzoren, dhe mendoj që ai e sjell në planin e tretë marrëdhënien me njerëzoren qëllimisht, jo se ai nuk e din që njeriu është krijuar si kurora e krijimit, por në mënyrë që të korrigjojë edhe ndoshta të na apelojë ne që të mos mendojmë se krijimi është aty që ne vetëm ta shfrytëzojmë. Siç tha Don Flavio përpara, kantiku i Vlla Diellit na thret që të kuptojmë se ne jemi kujdestar të krijimit, ne nuk jemi pronar të krijimit. Toka është e atij që ka krijuar, jo atij që e punon. Toka është e Zotit. Zoti që ka krijuar, atij përket toka. Ne që e punojmë, bëjmë thjesht detyrën që ai na ka lënë, bëjmë detyrën e kopshtarit. E duhet kujdesemi për të. Kështu që në mënyrë praktike, pastaj për të mos folur vetëm në rrafshin teorik, unë do të thosha se vlera për sot e kantikut të Vlla Diellit ka të bëjë me vendimin e gjithë secilit prej nesh për të patur prioritetet e duhura në një kohë kur jemi të zënë me shumë gjëra. Ti kushtojmë prioritetin e duhur marrëdhënies me shpirtëroren. Nga fundi i kantikut, ai thot vaj për atë që e mbërthen mortja në mëkat mortor. Edhe mëkati më mortor se mosbesimi dhe mos përfillja e shpirtërores, mëkat më të madh nuk mund të ketë. Kështu që lum ata që falin për shkak dashurisë. Praktikisht thirrja e për mua, ajo që marr si zbatim personal nga kantiku është të shqyrtoj veten ditë për ditë. A jam në vullnetin e mirë të Zotit dhe a jam duke falur për shkak dashurisë Zotit, a jam duke falur tjetrin. Sepse kantiku na thotë se duhet të jetojmë si vëllezër me gjithë. Ai thotë edhe me gjën që është jo njerëzore. Ai quhen vëlla, diellin,
motor erën, motor hënën, edhe vdekjen trupore, që nuk është vdekja e madhe. Edhe kjo ka shumë rëndësi që të shifet në kantik. Ai nuk është duke lavdruar vdekjen që është ndarje me Zotin, është duke lavdruar vdekje që jep fund vuajtjeve të njerëzit në mënyrë të përkohshme, nëse edhe kjo vdekje është e mirë nëse njeriu ka siguruar paqen me Zotin dhe paqen me njeriu. Dhe në rrafshin ambientalist, shumë praktike, a jam unë duke kursyer ujin, a jam duke kursyer energjinë, a jam duke trajtuar si duhet mbetjet, mbeturinat, a jam duke u përpjekur që të mbaj pastër jo vetëm dhomën time dhe shtëpinë time, por lagjen, qytetin, vendin ku jetoj dhe punoj. Edhe ne së bashku mendoj se mund të marrim iniciativa shumë praktike për ndihmuar në përmirësimin sadopak të gjendjes me ambientin. Ne mund të bëjmë fjala aksion jo në kuptimin e vjetër, po aksione në kuptimin e mirëfillt fjalës për mirëmbajtjen e një parku, për pasurimin e një lulishtje me më shumë lule, për është bërë pak si klishe tash kjo mbjellja e pemëve, por mbjellim lule, ku dëgjon. Domthon kënga na thret që të bëjmë diçka praktike, edhe jo vetëm të mendojmë në nivel teorik, edhe në nivel politik. Unë besoj që ne jemi të thirrur prej këtij kantiku për të kthyer lavdrimin për Zotin në veprim konkret. Edhe unë shpresoj që Padre Flavio dhe Gaspri dhe të tjerë që kanë organizuar këtë event kaq të bukur, do të vazhdojnë që të rrinë me ne në kontakt për të parë konkretisht çfarë mund të bëjmë në zbatim të mësimeve të kantikut. Vali se zgjata. Po vazhdoj dhe unë që mu përmend emri. Du vetëm të theksoj fillin që për mu e shoqëron gjithë veprën që ka kompozuar Shën Francesku, që për mu është mirënjohja. Mund të thosh dhe falënderimi. Ka një mirënjohje që nuk ka të bëjë me një gjendje fataliste të personit që është autori në këtë rast, po një mirënjohje që ti je shef, që e ka shoqëruar që nga momenti i parë. Nuk është një gjë e rastishme, është një gjë që ai ka medituar shumë mirë, derisa ka arritur edhe ti vej emra të tillë këtyre elementeve, derisa gjen atë lloj afërsie dhe gjithsa flet me atë lloj pasioni. Kur kur mendoj për çfarë ndikon koncepti i mirënjohjes në jetën tonë të përditshme, është që ne në shoqërinë që jetojmë duhet të gjejmë kohë, duhet të kemi sy për të parë, edhe vesh për të dëgjuar për gjëra për të cilat ne duhet të jemi mirënjohës. Sado të vogla qofshin, në të vërtetë janë të mëdhaja. Toka, uji, era, dielli janë të mëdhaja, janë pak, po ka me qindra gjëra për të cilat ne duhet të jemi mirënjohës. Edhe mendoj që si shoqëri në këtë vend, po edhe më gjerë, mirënjohja është një gjë që lehet pas dore. Edhe gjithmonë përqendrohemi ka ato gjëra të cilat nuk na pëlqejnë, edhe nuk i duam, e cili janë fat i keq. Edhe mendoj që edhe e fundit që do them është historia e Jezuit me 10 lebrozët, kur 9 për cilëve ai shëron të 10 dhe 9 largohen pa e falendëruar, edhe Jezuit i bën përshtypje, derisa e shpreh edhe vetë kur thot, po me ata 9 çu bën, thot, vetëm ti ngele për të falendëruar. Duhet jemi më mirënjohës, edhe na bën mirë edhe për shëndetin shpirtëror, por edhe për shëndetin shoqëror. Faleminderit, Altin. Po, vetëm një prezantim të shkurtër me që jemi edhe një grup kush jeni dhe pastaj. Po, mirë mbrëma, unë jam Arben Qejku, vi për herë të parë këtu, faleminderit për ftesën dhe mundësinë që më dhatë. Në fakt, gjatë verës, kur isha në Asisi, nuk e dija që do më vinte radha që të flas para jush, që keni një informacion shumë më të madh për këtë gjë. Lidhur me këngën e Vllat Diellit, është një informacion i ri që unë e mora dhe që kur mora ftesën nga miku im i dashur, nga Zefjani, bëra pak kërkim
për të kuptuar se ku po vi dhe tani që dëgjova dhe ligjeratat e juaja, natyrisht që secili ka diçka për të thënë, unë dua të jem sa më konciz. Së pari, në qoftë se do t'i kishin thënë Shën Franceskut që ne thuaj Biblën me pak fjalë, gjithë Biblën, unë mendoj që te kjo këngë është pothuajse gjithë Bibla. Është fillesa, është krijimi, janë planetet, është toka, janë elementet e krijimit, është jeta, është vdekja. Dhe ajo që duket në gjithë këtë është përpjekja për gjetur ekuilibrin. Edhe midis elementeve që përmenden këtu, zjarri, uji, ajri, toka. Në qoftë se i afrojmë ata me njëri tjetrin më shumë se ç'duhet, nga element ndihmues kthehen në element shkatrues. Dhe këtë kemi vënë re në përditshmëri në jetën tonë moderne që disa elementi kemi përdorur më shumë dhe janë kthyer në të kundërtën edhe të jetës, edhe të elementeve të tjerë. Tjetra është kërkesa për gjetur njeriu. Ndërsa Padre Flavio po fliste për kushtet kur ishte Shën Francesku i izoluar me sytë e dëmtuar, i verbër, paralelisht më kujtua Diogjeni, shumë përpara tij, ku në mes të ditës este në rrugët e Athinës me pishtar në dorë për të gjetur njeriu. Shën Francesku ashtu me sy të mbyllur në fakt e gjeti dritën dhe njeriun që duhet të projektojë, se si duhet të jetë. Dhe këto janë disa mesazhe që për mendimin tim jo vetëm thjesht i rezistojnë kohës, por pajtohem me Zefian, pajtohem edhe me gjithë këtu që është momenti për të rimarrë dhe për të i përkthyer shqip në përditshmëri. Faleminderit. Shumë faleminderit. Pastaj keni radhën ju, mos i torë. Mirëmbrëma, unë quhem Skënder Doda. Ju dëgjoj me shumë vëmendje, pavarësisht se unë kam pak vështirë që të intonohem në terma të tillë, sepse Zefiani është brillant, është i fushës, Altini, ju, po ashtu. Megjithatë, në fakt, diskutimet kur nxisin mendimet, ja vlejnë shumë. Ndërkohë që Padre Flavio po fliste, mua më shkon mendja vazhdimisht si miditor që jam, që ben miditorët, nuk e di, ka miditor këtu? Shumë. A quhet me qenë mirë? Miditorët ben më të fort e kanë për qiell e për dhe. Dhe me thënë është qielli dhe dheu. Është unitet edhe asaj falen, edhe rria duke pyet, thasha mos ka element paganizmi, kjo, qielli pra materia, ndërkohë mendja më fluturoi në anën tjetër të kontinentit, aty ku janë 8 orë përpara nesh në Kore. Kam qenë në Kore të Jugut dhe i pyesja, pse keni këtë flamur me këto element? Dhe flamuri korean ka 4 element, rreth i qarkëdijllit që janë vija, është uji, toka, zjarri, ajri. Pra, ato janë element kozmik, kurse kënga e Shën Franceskut ka element hyjnor. Dhe është një lidhje shumë e fuqishme, që është bizotruese. Unë nuk them që ka lidhje direkt objektive Mirdita, Shën Francesku dhe Korea, por them që Shën Francesku ka qenë ai ideatori i kësaj. Unë ju falenderoj. Shumë faleminderit për reflektim bukur. Dikush tjetër? Të flasësh pas gjithë atyre që kanë folë përpara, nuk është e lehtë, por dua t'ju falenderoj sepse më keni kujtuar. Unë jam e fushës së gjuhës dhe letërsisë, edhe ndërkohë që po flisnit, po më vinte ndërmend që një ndër kontributet e kësaj kënge
është edhe komunikimi bekues. Komunikimi pozitiv, do më thënë që të shohësh anën pozitive edhe në të thënë, edhe më kujtua një shprehje që edhe unë e kam marrë në zonën e Mirditës, nga familja, edhe kur bënim gabim, na thonin qofsh bekue, ndoshta me një intonacion pak më... Por realisht, ndërkohë që po ju dëgjoja, më erdhi ky mendim që një ndër kontributet e kësaj kënge është edhe të mësojmë të flasim, të bekojmë duke folur. Pra, kur komunikojmë të gjejmë ato fjalët e duhura, sepse dielli jo gjithmonë është i mirë, ndonjëherë edhe djeg, biles tani që vera na ka ardhur pak më e fortë se përpara, ne ndjejmë që jo gjithmonë, për fakti që Shën Francesku thot qofsh bekuar të gjitha gjërave, më kujtua kjo që edhe nga ana letrare, gjysore, komunikative është një kontribut shumë i madh edhe për brezët e ri. Shumë faleminderit. Përshëndetje, quhem Elton Leka, jam krishter ortodoks. Ju uroj të gjithëve sot për festën e Shën Franceskut. Mua më ka bërë përshtypje, jo vetëm kjo këngë, që kjo është epilogu i gjithë jetës së tij, por vetë jeta e Shën Franceskut është shumë frymëzuese. Më kujtohet një moment nga filmi që kam parë, kur ai takon një lebroz dhe e puth, nga momentet e para, dhe është vërtet shumë emocionuese, është bëri atë që bëri dhe Krishti, i cili i prekte lebrozët dhe i shëronte, nuk ishte ndot. Dhe kjo është ajo që është një thirrje shumë e madhe, që ai nuk ishte ndot nga njeriu, nga dikush që ishte i ndotur apo i sëmur, ai nuk pati ndot. Nuk pati diçka që ta ndjente vështirë. Edhe prandaj ai kishte dashuri për njeriu, edhe kjo dashuri e madhe u pasqyrua edhe tek kjo këngë. Kjo është ajo që mendoj. Dhe duke parë tekstin e kësaj këngë më kujtoa diçka tek zbulesa e apostull Gjonit, që është libri biblik, ku thotë: pastaj dëgjova çdo krijesë në qiell, mbi tokë, nën tokë, nën det, dhe gjithë krijesat e gjithësisë që thoshin: atij që ri ulur në fron dhe qengjit, u qoftë bekimi, nderi, lavdia dhe pushteti në shekuj të shekujve. Katër qellesa thanë amen, ndërsa pleqtë ranë përmbys dhe adhuruan. Pra kjo këngë i bën si thua refleks, i bën një jehon vetë shkrimit të shenjtë. Kaq kisha. Shumë faleminderit. Vete një presit që vjen shumë mirë masë le fjallet e mikun tant. Një kontribut edhe nga ana ideale, edhe nga ana praktike, që një mendim mbi çështja mjetësore, ekologjike, nga ana krishtere, është domosdoshme për arsye që jemi një botë dominuar nga një mentalitet neognostik, New Age e tjera, që propozon një marrëdhënie me natyrën që është panteizmi fatekisht. Për të arsye ne vërtet e kemi të gjitha mjetet e ilaçet shpirtërore, konceptuale, për me qenë kujdes me drejtuar në mënyrë drejt, sepse koncepti e një krijuesi nuk përzjerë me krijesat. Kemi qartë kjo punë, po bota nuk ka qartë fare, bota laike, një çfarë lloj bota sidomos e frymëzohet nga filozofitë lindore dhe jo krishterë fatikisht, ose nga një mentalitet si përhapet si moda ekologjike. Besoj se tu është diçka që në angazhon të gjithë me qenë vigjilantë e me drejtuar në mënyrë korrekt tematika. Ecco, kjo është një aspekt me duket e shqitshme. Faleminderit. Dikush tjetër po, djali ma. Mirë mërëma të gjithëve, gëzuar për shumë vjetë Shën Franceskun. Unë jam Mëndoj Mhili dhe vi nga fusha e letërsisë. Ajo që më bani përshtypje tek poezia është se me sa duket Shën Francesku ka njohje edhe në fushën e filozofisë, sepse të gjithë elementet që përmend përveç vdekjes janë elemente që janë evidentuar që nga
antikiteti nga filozofët, si që është uji, dielli, zjarri, janë elemente thelbësore të krijimit të materjes dhe të ekzistencës së qenies njerëzore. Gjithashtu, një element tjetër i rëndësishëm që vërejta unë është edhe natyra e gjuhës, pra ligjërimi që duket pak i çuditshëm, por gjen përputhje, do gjente edhe një element krahasimi edhe me poezitë e Naimit, pra që ishte panteizmi, elementet e natyrës, si dhe ka dhe elementet të kozmokonisë, të yësisë, që janë elemente interesante në poezi dhe në letërsi. Faleminderit. Shumë faleminderit, ndoj. Përshëndetje, jam Kondori, njihem sidomos shumë për ju dhe jam i kishës katolike, i pagzuar katolik para 11 vjetësh. Jam rrit, si të thush, si katolik nën papatin e Papa Franceskut. Dhe tash kur po ngjoja takimin më mblodhën pjesë të puzzle-it. Jam shumë i dhënë mas Papa Franceskut, por asnjëherë nuk kam këmbgulur pse mori emrin Francesk dhe pse ai këmbgulta ai shumë ke Laudato Si. Është një nga enciklikat që Papa Francesku e promovoi më shumë, këmbguli më shumë, po sot duke ngjuar nga takimi mu lidhen pjesat. Unë kur jam pagzu, kam filluar me lexu literaturë katolike dhe nga librat e parë kanë qenë letrat e Koncilit Vatikanit II, Gaudium et Spes që përmendi Mondit, po gjithë letrat i lexova dhe nga ajo kuptova që jemi thirrur për vllazëri universale. Dhe në atë moment, unë para se të pagzosha kam qenë pak nacionalist, anti-serb, anti-grek. Kuptova që pagzimi e kishte heq këtë pjesë të brendësisë time, pa kuptuar vetë se si, por ka qenë momentin që unë po lexoja letrat e Koncilit Vatikanit II dhe ka ndodhur ndeshja me Serbinë ku ndodhi ai incidenti dhe unë jam ndjesh shumë keq për sjelljen tonë si shqiptar, gazetat, mediat e kështu. Dhe isha domethënë po tisha 2 vite përpara, do isha nga ato që do shkoja ka ambasada serbe, do gjuaja edhe unë me gur me tjerët. Në atë moment isha që lutesha unë për vllazëri me serbëve dhe shqiptarëve dhe kam pritur shumë keq sepse po lexoja pikërisht letrat e Koncilit Vatikanit II. Dhe kam qenë para se të pagzohesha, mbaj mend që isha nga këto hileqarët që kur hidhja në copletë në rrugë shifsha ka një person rrotull. Pra, nuk e hidhja kështu, si që hedhim në shqiptarët, por kështu. Mbas jam pagzu e kam kuptu dhe këte gjë, dhe tash i shiko këta kam këte, ja kam pësu dhe Jozefi djalit tim. Dhe ai shef ke lagje, gjithani bishta cigares, ai gjaxhi e hodhi letrën, sepse e kam kuptu që dhe kjo bën dëm, por nga formimi katolik që mora, sepse unë isha ndryshe. Dhe tash i më kujtu, kam ndjekur disa fjalimet që u bën në OKB. Më zhduk shumë interesant fjalimi i Trumpit, ku akuzonte Perëndimin se ishte tregu naiv për punën e mbrojtjes, nuk e di si quhet jo, shkarkimin për sepse neve thot po bllokojmë industrinë tonë, ndërkohë që kinezi po bën qef. Dhe Trumpi si duket donte me bë mur edhe për qiellin, siç do bë për meksikanët, edhe tha neve e ruajmë Perëndimin, thot, por ajo që Kina ndot vjen ke neve. Dhe tha, domethënë kishte një pamje krejt kundra Laudato Si Trump dhe egoiste, domethënë në vend që të thoshte si puna ime që edhe kjo cop letër, ndoshta s'bën asgjë, po pse ta bëj? Jo, ato po e bëjnë edhe ne do e bëjmë. Dhe interesante ishte përgjigjja e Kinës. As Kina nuk, të dy palët janë kundërshtare, po asnjëna nuk e pranonte Laudato Si. Kina thoshte këtë që pak a shumë përmendi Mondi që ju e keni ndot për 100 vjet, tash erdhi koha ta ndosim pak edhe neve. Pra nuk thoshte që ne nuk po e ndosim, pra sepse Trumpi e shifte vetëm konceptin e biznesit. Neve thot po shkatrojmë industrinë tonë, pse po mbrojmë tokën, por nuk e mbron Kina, nuk e mbron India. Dhe më kujtu tani në takim erdhi kjo pjesa e Shëmpalit që ku një gjymtyr dhemb, dhe kjo nuk vlen vetëm për kishën, vlen për çdo gjë. Atëherë
Trumpit nuk intereson, dhe prap bonte lidhjen, Trumpi vete bonte lidhjen, thoshte dëgjoj, thot, gjithë pislliqet që Kina dhe India prodhon i hedh në oqean. Oqeani nuk i mban në Kinë Indi, i sjell këtu ke neve. E çfarë vlerë ka kjo punë jona që ne po ruhemi? Prap, kjo ishte. Pra, unë bëra tash mu lidh puzzle-i, tash kuptova unë sot, megjithëse një ndjekës si Papa Francesku, kuptova sot rëndësinë e Laudatosit. Kam lexuar dhe biografinë e Shën Franceskut, nuk e kam kuptuar kaq bukur sa që kuptova sot. Dhe për ta mbyllur, unë doja të thoja, me që jemi dhe nga kisha të ndryshme, ndoshta edhe nga persona që nuk besojnë këtu, se nuk i njoh gjithë, atëherë Laudato Si është një bazament bashkimi për gjithë neve, një dokument ekumenizmi do ta quaja, sepse është një pjesë ku neve mund të bashkojmë atë harmoninë që tha Mondi mes shpirtërores edhe botës materiale që ne Zoti na ka dhënë, siç e thanë dhe të tjerë, në kujdestari, jo në shfrytëzim. Pra, nuk kam ndërmend, nuk duhet patjetër që ai komshiu im të shkoj t'i them, a ke dëgjuar për Krishtin, a e di Ungjillin, a ke lexuar Biblën, po ndoshta i them, a pastroj më borrin bashkë sot? Dhe kjo është me kalu nga diçka që na bashkon, dhe pastaj do njifesh, ndoshta do vi momenti do flasësh dhe për Krishtin, dhe nuk është se ke harru shpirtëroren duke i fol, hajde më kujtua ajo java e Mverit, po ta bëjmë java e të krishterëve. që pastroshim dita e Mverit, në fakt ka qenë që pastroshim atë oborrin, por ndoshta duke nis me gjëra të tilla, me iniciativa të tilla, ne japim shembull dhe dikush ai do pyesë pse po e bën si krishter. Unë si krishter jam me këto, ma ka dhënë çuni im sot, ka ndanjë ashtu, mbaje babi ke xhepi dhe mua më ka ngel në xhep. Si krishter unë e ruaj ambientin vetëm pse ka marrë mësimin nga Krishti, nga kisha. Më përpara nuk e kam menduar kurrë këtë gjë. Ju faleminderit. Dori, shumë faleminderit edhe për idenë konkrete. Dikush tjetër dëshiron fjalën? Unë jam Denis Gila, edhe po marrë kurajën me folë para jezuitëve, se është pak e vështirë me folë para tyne, po gjithsesi po mundohem. Unë me kantikun kreaturare ose këngën e Vladillit jam njoft rreth 20 vite më përpara që në Itali, është një ajo që më ka vënë përshtypje të kjo këngë në filleset e mia ishte sepse përkonte në një situatë relativisht kritike për botën. Mos harrojmë se jemi në një tranzicion historik të madh, që është mesjeta. Dhe vetë Shën Francesku u përmend për disa herëzina. Shën Francesku në një moment akuzohet vetë për herëzi nga Kisha Katolike, nga Vatikani, dhe nëpërmjet këtyre bisedimeve kuptohet realisht marrëdhënia e tij. Pra, Shën Francesku do të më vjen një imazh, është një film me një pianist që në mesin e luftës, ai i bjen pianos ose Schindler's List, nëse e keni parasysh, është në gjithë atë lloj krimi që ndodh rreth rrotës, është një person i kuq, një fëmijë i vogël që ka rëndësinë këtë. Kjo është, që thënë, kantiku i Vladillit merr kuptim në atë periudhë kohet. Për më u kthy në vërtet në atë realitet, në realitetin që njerëzit atë kohë jetojnë. U tha edhe parë që kishte një konflikt midis KIS edhe drejtuesve të kohës, edhe në hyn Shën Francesku, thotë prit se ka një realitet tjetër për cilin ju duhet më shqetësu më tepër se sa tjetër. Shën Francesku, mos të harrojmë edhe një pikë tjetër. Shën Francesku ka një rëndësi filozofike. Pse? Sepse një mënyrë të përkthen, ose nëse ne ndajmë dy pjesë këngën e tij, ne mund të shohim 3-4 rreshtet e parë, të cilat janë trascendentale, ndërsa ose metafizike, ndërsa pjesa tjetër është kryesisht fizike. Shohim që ka një lloj lidhje midis
në Platonit edhe Aristotelit. Mesjeta është pikërisht zbulimi i Aristotelit, i cili thot janë 4 elementet cilët duhet me shku me pa me njoft realitetin. Kjo se është tampon tabula rasa, duhet me pas se e kanë emrin formen, lanën, formen, shkakun edhe qëllimin janë 4 elemente. Edhe këto që ne këta 4 elemente paka shumë i kemi në këtë gjë. E rëndësishme tjetër është, u përmendën edhe përpara, jena një fazë që në vitin 1000 në jugun e Francë linin ato që quhen Languedoc e Troubadour, cilët kënojnë këngë popullore. Do të kulmojnë pastaj me komedinë hyjnore, jo me komedinë hyjnore, por me që një vepër të Dantes, cili thot që ka rëndësi që të flitet në gjuhën popullore. Kisha vjen pak ma vonë edhe kthejnë nga latinishtja në gjuhë kombëtare meshën, po vjen shumë ma vonë. Nërsa Shën Francesku i vjen shumë ma herët edhe se Alighieri, edhe thot, pritse, ne nuk mund të kënojmë vetëm latinisht pa kuptu se që thojmë, por realisht ne du të flasim gjuhën tonë. Po cila është gjuha jonë? Është gjuha e krijimit që ne shofim, pra i shofim diellin, shofim tokën, shofim edhe si i qujmë ne këto. Janë vëllezërit tonë, janë kështu. Ka një vlerë shpirtnore. Unë rastësisht sot të ju nisë edhe nga disa inpute që janë me disa numra që thirë, jo 33, jo. Rastësisht duke bajë llogari, me del një kuriozitet ndoshta është një alucinacion e jemi, por shoh që në 3 rreshtet e parë, 3-4 rreshtet e parë, sjell nërmend dhe të urdhnimet e të Zot, ku 3 partë janë për Zotin, edhe 7 tjerë janë për njerëzit. Faktikisht këtu dalin 9, por struktura është e tillë. Pa, një mënyrë tjetër të konceptimit të urdhnimeve të Zot, jo urdhnime, por një farë mënyrë falënërime, si që thallë e parë, falënërime për këto mundësi që ne kemi, për shembull po them një diçka për dashurinë, thotë edhe për që prej teje o i te lartë, thotë do të kurorëzohem. Ato që thujnë kurore, ky thotë që do të kurorëzohen, pra jep një aspekt pozitiv, shifni martesën si diçka tjetër. Pastaj janë elementet filozofike të tjera. Në këtë aspekt, për mendimin tim, Francesku, për te elementit poetik o për elementit historik, nuk është i rëndësishëm për stanë që shive se këtu a dili, këtu a shtoka, këtu është hana, yjet e tjera. Është i rëndësishëm, sepse e thot, kjo se ju doni me kuptu Zotin, du të shifni natyren. Po ju do të shikoni, do të vëzhgoni, as do të vrojtoni. Se ne vrojtojmë yjet, po në kohë që kur vëzhgojmë, përqëndrohemi në elementet që kemi rrethërotur. Unë nuk e shoh faktikisht një ambientalizëm ideologjik o propagandistik o globalist. Unë e shoh më tepër si një aspekt në individualitetin e tij, pra në një sens përgjithësie civile që secili ka në ne, duke e lidh me elementin e vëllëzimit, jo në sensin e revolucionit francez që ka thënë liberté, fraternité, égalité, që dy janë arrit, liberté, égalité janë arrit, por fraternité në Europë nuk është arritet shumë. Vllaznia është marrëdhënie midis dy personave ku ka disa kufi të cilat duhet të respektohen. Vlera e Shën Franceskut, e cila e ka regjistruar edhe kohës fatkeqësisht, unë mendoj se ka pas një ndërprerje historike 45 vjeçare Shën Francesku, besoj se është njoft para 45 në Shqipëri edhe fatmirësisht është rrimar. Por aktualiteti i Shën Franceskut mendoj se ka nevojë me u zhvillu
në dimensionin shoqëror tonin tjetër që tjetë procesual edhe strukturor. Faleminderit. Faleminderit, Denis. Mirë atëherë. Shumë faleminderit për gjithë këto kontribute në lidhje sigurisht me veprën e Shën Franceskut, me këto reflektime në fakt. Dhe po mundohem shkurtimisht me i ndalë, themi në disa pjesë, por që po marrë këte marrëdhëniet, që përmendit se vjen të tre marrëdhëniet që faktikisht e përbëjnë komplet e përmbledhin krejt edhe teme diskutimi që janë marrëdhëniet e themi me Zotin, marrëdhëniet me natyrën, marrëdhëniet me njëri tjetrin që dhe themi që janë aja momenti që ne duhet reflektojmë ku jemi. Pjesën e mirënjohjes, si koncept shumë i rëndësishëm që në fakt e kisha dhe unë të shkruar të pjesa e falenderimit, mirënjohjes dhe dashurisë, që janë dy element bashkë që janë disa vlera që ne duhet i kemi dhe pra gjanët mos t'i marrin të mirë qena. Kjo është ideja, mos t'i marrin gjanët të mirë qena, po janë një pjesë e kësaj. Pjesa e angazhimit, është pjesa që del, edhe në fund të nisi me këte e mbyllë, që ajtë të angazhomi të akthejmë, Zefjani e përmendit të akthejmë këtë tekst, të akthejmë në një vepër konkrete, një aksion konkret. Padre Flavio me drejt e mori pjesën që shikose edhe për çështjet e ambientalizmit duhet kemi një lloj leadershipi, ta udhëheqim si temë, sepse kemi çfarë themi, sidomos sepse është ajo çfarë që na krijesa që na bën me fol për këtë gjë, mi dhan atë kuptimin e vërtet të këtyre çështjeve që kanë bërë me ambientalizmin edhe të tjerë. Por gjithmonë do kisha dashur me në aspektin po tjetër në aspektin lingvistik kishim dy le themi mësuese me persona me background letrar ku na dhan pjesën mënyrën e të falënderimit, mënyrën e drejtimit e ajo gjuha e bekuar, pra kjo pjesa e bekimit që është shumë e rëndësishme që ne na çon të ajo pjesa si duhet komunikojmë njëri me tjetrin, pra jo ajo gjuha e dashurisë. Edhe për ta mbyllur nga ana jeme dhe pastaj do ja la fjalën Padre Flavius për ta mbyllë si aktivitet, unë do kisha dash prap të theksonin pjesën që mendojmë kontekstin sot, në realitetin shqiptar sot, ku nga njëna anë po atjetër që janë Shqipnia po ecën me hapa shpejt, drejt Bashkimit Evropian, po dëgjojnë shumë për shumë reforma, për shumë aksione, le themi, por gjithmonë duhet me pas parasysh ne si shoqëni sacina njëri me tjetrin, pra a vazhdojmë të jemi të fragmentarizuar, të ndarë, apo dhe a ka nevojë për një dialog, për të bërë bashkë, le themi që drejt këtij rrugtimi që ka marrë Shqipnia, shkojmë ata vlerat përbashkëta, pra duke pas paqëtimi gjithë pjesa, ajo shtëpia e përbashkëta, ajo çatia, që tina gjithë jena pjesë e një shtëpie, një çatie që duhet të ecim përpara dhe këtu është edhe thirrja që e mbyll me atë aksionin, pra të mendojmë si grup cilat janë ata gjëra konkrete që ne mund të ndërmarrim bazuar dhe të frymëzuar në këtë rast edhe nga kantiku i Shën Franceskut. Shumë faleminderit edhe nga ana ime dhe fjalën e jep Padre Flavius. Jemi në orar si zviserian. Mirë, atëherë vetëm një përfundim thjeshtë. Besoj se kemi jepë një kontribut stimulues. Patjetër është një pikë nisjes, unë nuk di, por shpresoj se kemi mundësi për me thellësuar disa aspektet. Pikërisht më ka pëlqyer edhe ndërhyrja e fundit duke zmangur çdo lloj ideologji, pse ideologjia është vdekja e shpirtit për shumë gjëra. Disa ideologji na shërbejnë në mënyrë instrumentale, por kur ban timonin ideologjia na shkarteron. Për të se shumë pse jemi plot me ideologjinë pseudo-ekologjike e tjera e tjera. Për këtë arsye besoj se këta vlerat shpirtërore që janë autentike, që vjen nga fjala e Zotit, se vjen nga shpirtin ton më autentik krishter, besoj se janë diçka që na drejton për me evituar
propagandizëm e këta gjëra, por për me modifikuar diçka. Bota modifikohet duke filluar nga vetvetes, kjo është një ligj i përgjithshëm. Shef Francesku, duke vepruar mbi vetë, e ka ndryshuar botën në atë pikë se tani mas 8 shekuj jemi të folur akoma për të që ka jetuar vetën 44 vjetë. 44 vjetë. Për të arsye, problema nuk është një jetë gjatë, pse është mitologjia sot me jetë gjatë, me jetua për ershëm, për amshim, duke se asporti ma i spikatur të ditatorve, aspiratat e tillë, por nuk është në aspirata njerëzore tamam, sepse pikërisht që është rëndësishme është qelësia jetës, si jeton, si jetojmë, jo sa jetojmë. Pse këta njerëz, Francesku 24, Shent Antonit 36. Mjafton për me ndryshua botën, për me të kaluar shekuj. Kjo është vërteta, kur punon shpirtin e Zotit. Ato në këtë mendim unë besoj se jemi akoma në kontakt për shumë arsye, do të propozojmë diska tjetër, pratike, shofim. Nuk kemi një program në këtë moment, po një stimul e do të komunikoj akoma. Ju lemëroj se tani jemi duke mbaruar viti që kujton kompozimi i Vlaudielit e Kantikut, por për arsye kronologjike filon viti që përkujton 8 shekuj nga vdekja e Shën Franceskut. Për të syre edhe me ka thënë edhe Instituti Italian kanë qevë me pa disa promovuar diska aktivitet tu edhe në Tiranë, o në Shqipni, Tiranë pa tjetër, në mënyrë që do të kemi akoma mundësi ndoshta për me thellësuar në këtë drejtim që kemi hapur sot. Dakor. Ju propozojmë për me si mbyllje, për mbyllja më e bukur, besoj, është se të gjithë se kemi e lexojnë së bashku, si lutja përfunditare, e ashtu mbarojmë takimin tonë, qojnë e kembë. Ecco, vetëm ju kujtoj se kjo është syt e Shën Francesku, restën e parë e restën e fundit, i tetrarti, i gjipustetshmi, kjo është aspeta trascendentale. Për Francesku e di kush është Zoti, nuk është shoku, e di kush është, i tetrarti i gjipustetshëm, por në përmjet Jezu Kristi e ka kuptuar se Zoti mirë. Nga trascendenca kaloj me njerë në marrëdhënie me krijesat e me njeriu në rallën e parë, që është bezdidhja që te i kalon historia e njeriut. Ky i gjipustetshëm është edhe i mirë. Si tregon pikërisht vepra që i ka bërë, si këndon refrenat e Zanafile kapitulli parë. E në fund është një ftesë për ne. Një stil jetë lavderues, plot me minjohë si kemi dëgjuar edhe për para. Njerëzët që shikojnë, o mami vëzhgojnë e më tepër për me vlerësuar. Du me thamë se njeriu që jeton në këtë shpirt është një propozim për ju, për të gjithë ne si krishterë, gjujtaret e bukurisë. Shkojnë në këtë qitet, në këtë botë, gjujtaret e bukurisë. Pse atëherë ndërtojnë diska. Lexojnë së bashku. I teje të larti, i gjipustetshëm, Zoti i mirë, te tuat janë lavdet, nderi e lavdia e çdo bekim. Veten ty i teje të lartë të kanë hije, e është njeri nuk është i denjë të të përmend. Qof levduar Zoti im me të gjitha krijesat e tua, veçanërisht për Zotin tim vlla Diellin, i cili është i ndrishëm, në përmjet ti na i drejton. E rrezues me shkelqim të madh, shëlbimi është o i teje të lartë. Qof levduar Zoti im për motrën hënën le hyjet. Në qiell i ke krijuar të qarta e të çmueshëm e të bukura. Qof levduar Zoti im për motrën erë, e për motin e vrenjëtur,
e të qiellit dhe pesdoshtin, nëpërmjet të cilëve për krah krijesat e tua. Qof lëvduar Zoti im për vlla Uin, i cili është fort i dobishëm e i përvojtur, leqmueshëm e i dëlirë. Qof bekuar Zoti për vlla Zjarin, përmes të cili ndriçon për ne natën. Ai është i bukur, e i hareshëm, i fort dhe i fuqishëm. Qof lëvduar Zoti im për motrën ton tokën nën, e cila na ushqen dhe na mban, le prolon çdo lloj fryti me lule, le barëra shumë një gjushe. Qof lëvduar Zoti im per ata që falin për dashurin tënde, le durojnë sëmundje, le mundime, lum ata që do të durojnë në pace, sepse prej teje o teje të lartë do të kurzohen. Qof lëvduar Zoti im për motrën tonë vdekjen trupore, nga e cila askush nga të gjallët nuk mund të shpëtojë. Vaj për ata që do të vdesin në mëkat mortar. Lum ata që ajo do të gjejë në vullnetin tanë të shenjtë, sepse vdekja e përjetshme nuk do të cënojë. Lavderojeni e bekojeni Zotin tim e falenderojeni e shërbejeni ati me përvujtëri të thellë. Amen. Faleminderit.